Forcat operacionale të burgjeve zbarkuan në Vlorë me kontrole të befasishme në paraburgimin e Vlorës. Forcat operacionale të Drejtorisë së Përgjithshme të Burgjeve zhvilluan kështu një aksion të befasishëm në institucionin e paraburgimit në Vlorë, ndërsa morën pjesë rreth 70 efektiv, të cilët kanë ushtruar kontrole në ambientet e brendshme të institucionit. Kontrollet janë përqendruar në çdo qeli me qëllim evidentimin dhe sekuestrimin e sendeve të palishme. Ky aksion është pjesë e kontrolleve rutinë që po zhvillojnë në të gjitha institucionet e vuajtjes së dënimit në vend, me synim rritjen e sigurisë dhe parandalimin e aktiviteteve të jashtëligjshme brenda tyre. Në operacion kanë marrë pjesë edhe forcat mbështetëse nga institucionet e vuajtjes së dënimit në Fier dhe në Peqin. Kontrollet kanë vijuar për disa orë dhe më pas është bërë edhe një bilanc zyrtar rreth këtij aksioni. Pas një kontrolli që zgjati për më shumë se 2 orë, forcat operacionale të Drejtorisë së Përgjithshme të Burgjeve u larguan nga ambientet e paraburgimit të Vlorës, ndërsa sipas burimeve pranë Policisë së Burgjeve, gjatë verifikimeve nuk janë konstatuar mjete apo sende të palishme brenda ambienteve. Pas përfundimit të këtij aksioni, forcat operacionale u larguan nga Vlora për të vijuar kontrollet edhe në institucione të tjera të vuajtjes së dënimit në vend.